që të përmenir sot grupet kriminale me emra, që kanë përfaqësuesit e tyre rrezikon edhe jetën. Se këtu jemi në Shqipëri, se këtu të vrasin që për ditët e gjata. Pra, sot jemi në një problem që këto i ke nesër në fushat gjithanej, oligarkë që i kanë interesat e tyre, i ke të ingarnu me financa, me çdo gjë tjetër, porque kjo nuk është garë e barabartë që të kesh shanse. Në momentin që ti ke një garë barabartë, pa diskutim që opozita ka shumë shanse. Për faktin që ka një kryetar bashkie që është kap në korrupsion, në krim, i ka shërby kryeministit me Symbëll, është qyteti më i rënduar në gjitha aspektet të ndërtimit, të trafikut, të ndodhes ambientit, e ka bërë jetën më të vështirë qytetarëve të Tiranës, dhe tu pa diskutim që ka një shpagim me votë. Pra, nëse do të jemi një vend demokratik, ku vota, zëri qytetarëve ngjohet edhe të kutia e votimit, opozita mund kishte një fitore spektakolare, por kemi një arrogant që shkel çdo lloj vullnetit, që e tjetëson votën e qytetarët me gjitha llojet e mënyrave, edhe këtu nuk janë pak se na mënojnë, po ja, pse çfarë bëjnë grupet kriminale. Grupet kriminale bëjnë atë që e ke në kushtet e pamundësisë, që edhe ti si ti politikan ti je i lirë. E kupton se kush janë ato personazhe që të bëjnë presion me fëmijë, me dinamit në shtëpi, se këto po ja hidhin dinamitin dashurave të veta. Jo një politikani që... Zoti Prençi e di, është dhe fusha e tij kjo. Mirë, zoti Prençi, opozita pretendon, thot, e ka faktuar me video, me foto gjatë muajve të verës, që këto zgjedhje u vodhën, u manipuluan, u shantazhuan qytetarët, u kërcënuan. Tani, si mund të hysh në zgjedhje të tjera, pas 6 muajsh, ku situata është e njëjtë? Unë fola për fenomenin, the zoti Ndoka. Fenomeni është ky. Tani, ende pa u tharë, si thua, pa u shëruar. A mund të plotësoj se nuk është që unë duhet të më demotivoj, se mund të ketë edhe një ndërgjegjësim që i ka lënë të kufi, që edhe kjo mund ndodhin, që nuk pres se nuk do të ketë një se do të jetë reagimi qytetar, do t'i kalojnë 20% që me pas fitoren. Kjo mund tjetë edhe për te 20%. Pra me gjithë të mekanizma që Edi Rama bën, mund kesh një rezultat spektakular, unë të presë realisht. Për faktin se gjithmonë ka një lloj shpërthimit. Ashtu si mund përsh se mund ketë edhe një goditje vetë për Ramën. Se unë vetëm të shoh zgjidhje për i realitetit. Pra unë nuk shoh zgjedhje të lira dhe zgjidhje me Edi Ramën kryeministër. Edi Rama është prap kryeministër. Po, dakord, është prap. Është prap, nuk do të jetë i përjetshëm. Nuk është i përjetshëm edhe ky. Unë të shoh pra, se nëse ky do të marrë një goditje, nuk do të jetë më. Se në momentin që mund shpallet nesër non grata me standardin që ky kërkon të bëjë, nuk mund të jetë ky më. Edhe kjo mund ndodhin edhe shpejt. Pra, mund ketë zhvillime ekstra. Janë zhvillime për te Shqipërisë. Unë për këte po them pra, se kjo Shqipëria e gjorë në fatin e atyre për te kamet. Ato nuk i dim, ne kështu që diskutojmë këto që kemi këtu. Edhe unë nuk i di, por problemi që asë nuk po i hamën sej, por shofe zhvillimit politike, realitetin, shof se Edi Rama e pagunte atë fotografi që bëri Baran Begaj, e pagunte me miliona $, lobin që për para nuk e arriti. Pra, nuk e falte... Të gjithë ka lobuar, të gjithë ka lobuar për një foto me presidentët e Kosovës. Po, pikërisht pra, nuk mundi as të shkojnë të në Shërbaqë, të marrin pjesë, nuk e pengon të njeri.